Po, patjetër, sepse ne historikisht jemi një kombëtare futbolli Katerina që kemi vuajtur këtë golin e minutës së fundit nga ekipi kundërshtar dhe ishte kjo frika. Përballë kishim dhe Serbin, përballë kishim 5-6 mijë tifoz në stadium dhe menduam që ndoshta fitoria do të na rreshkiste nga duart. Megjithatë pati një moment shumë të bukur më pas në fund ku ndeshja mund të shkonte 0-2 për Shqipërinë, nëse nuk do kishte gabuar fatalisht Bajrami në atë mënyrë. Harruam që ishim duke fituar, por kërkuam akoma një gol të dytë sepse e kishim afër dhe kishim në këmbët tona. U gjeta i pa përgatitur, por isha i përgatitur me këtë bluzën, ruaj disa në për ambiente ku unë qëndroj dhe nëse jam larg shtëpisë. Gjithsesi ishte një ndeshje që çfarë do lloj gjëje të themi ne sot është që Shqipëria kombëtarja shqiptare ka ngritur një lloj niveli, po themi që nuk mjaftohet më vetëm me pjesëmarrje në kompeticione të tilla dhe është ndër ato raste të pakta le të themi Katerina kur Shqipëria ka vetë në dorë për të bërë mirë në rrugtimin e saj në kualifikueset e botërorit 2026. Pse e them këtë? Sepse mjafton një rezultat pozitiv kundër Andorrës, një ekip i modest e cila ka grumbulluar vetëm një pikë në këto 5-6 ndeshje të eliminatorëve të 2026-s dhe është në vendin e fundit, mjafton një fitore me ta që ne ta mbyllim në vendin e dytë këtë rrugtim të eliminatorëve. Pastaj është fati ai që do t'i dorëzohemi ne apo jo, do të mbetet për tu parë sepse do të ndeshemi me një nga ekipet më të mira që është klasifikuar në vendin e dytë në grupet respektive.